الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومولانا والرسول. Falenderojmë Zotin e Madh, paqja qoftë mbi dërgumin Muhammed alayhi salatu wasalam. Urime festa e Fitr Bajramit. Vëllezër besimtar, bashkësi e nderuar e komunitetit Shqipshan, fshati Bucin, Buçaj, Kasaj, kado që keni ardhur për kësaj rrethines tonë këtu, se nështë ta muj me gabu diku. Zoti ja u pas pranue lutjet e juja, ata që kanë agjeru, Zoti ja u pas pranue agjerimet e juja. Këto 30 ditë Ramazanit kanë qenë ditë të mrekullueshme, ditë shumë të bukura, për cilat pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih." Kush e agjeron të Ramazanin me sinqeritet, me bindje, me shpirt mirësi, Zoti ka më ia fal gabimet, gjunahet. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Pastaj ishte një lutje që pejgamberi alayhis salam na mësonte: "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zot, ti e falës, e don faljen, na falni. Vëllezërit e mi, ju kisha lutur që ta mësoni gjuhën e juaj me lutje, sepse lutja e rregullon edhe mindsetin, të menduarit tonë. Pra njëri që lutet për mirësitë e Allahit, edhe mendja i funksionon më pozitivisht. Besimtari pastaj ka ndjenja. Besimtari mendon me bon vesh mirë. Edhe agjerimi ka pas këtë qëllim dhe ka këtë qëllim që e krytëm, që me qetësu shpirtin e njerëzit. Dhe me kon njeri më i qetë, më i kuptueshëm, më i kthjellët, më social, më bashkëpunues. Zoti Madhëreshëm thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Thot, bashkëpunoni në punë të mira dhe në bamirësi, e në mirësi mes njëri tjetrit. Ha? Pra çka na lidh neve tash këtu bashkë krejtëve? Na lidh besimi dhe veprimi në punë të mira dhe bamirëse. Tash bamirësi nuk është vetëm me shpërnda ushqim ose me largu i thirr për rrugë, ose bamirësia është edhe buzëqeshja në fytyrat tona, sepse buzëqeshja është sadaka, thot pejgamberi alayhis salam. Bamirësi, mi gjitha bamirësitë është respekti e nënës dhe babës. Bamirësi është kryerja e detyrave me sukses, pra punëve tona me sukses në çdo lloj pune si jena. Ka shumë rëndësi pra kryerja e detyrave tek secili departament që ne jemi përfaqësues. Nëse je kryeplak i fshatit, e ki amanetat detyrë, e jo tash me shit mend si e bo kryeplak fshati. Ti je hizmetçar i popullit. Edhe unë si hoxh, jam hizmetçar i juaj. Jam shërbëtor i juaj. Edhe dietarët e mëdhaj kur kanë pyet, që kanë dietar, që evliat Zotit, dashtën të Allahit, ka thonë: "Unë e hizmetçari, shërbëstari i juaj." Pra e ka mojt atë modestinë e shërbëtorit. Pra ka qenë modest. Pra njerëz të mëdhej aq modestinë e kanë pas shumë të madhe.
Kështu ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Ju keni shembullin më të mirë me Muhamedin alayhi salam. Një ditë për dish vjen një karavan nga Jemeni me taku Muhamedin alayhi salam. Dhe tash kur vjen aty Muhamedi alayhi salam ishte në mesin e disa fukareve, jetimave të varfër, ka bë mohabet me ta. Kështu. Edhe kur vinë ata shkujtojnë se pejgjojnë Muhamedin a.s. në i farë koltuki i Flarini, në i farë kurore të madhe me gur diamanti. Thonë, ku është Muhamedi? Që aty e thotë, që kjo Muhamedi? Muhamedi thotë, ka rri me fukare, me jetima. Kur vinë dhe takojnë, thotë, kena dëgjua shumë për ty, a kuptan e ja. Dhe me gjithë mesin e këtyne, janë se kesh Muhamedi alayhi. Thot, unë dhe jetimi, thot, do t'jem si këta dy gishta në xhenet bashkë. Pra, dy gishtat, thonë sot ma të afër, dhe thot, kush i përgdhel, thot, flokët e një jetimi, për çdo hije floki, si ka në krye, thot, ka shpërblim për i Zotit. Vëllezërit e mi, ky Ramazan kaloi, ndoshta shumë fëmijë nuk e kanë pas babën pranë vetes. Shumë fëmijë ndoshta se kanë pas nanën pranë vetes. Ndoshta disa prej nesh Zoti na ka provuar edhe me vlad. Por ne duhet të bëjmë durim. Du të kemi forcë dhe besim që të vazhdojmë tutje. Pa ta shkruajt një poezi para 2 javë ditësh. E titullova Iftari i greminave. Ju e dini çka është gremina. Humner. Fëmijët pafajshëm që vdesin për i tërmeteve, për i luftrave, sabi, ata nuk din. Ata janë kreaturat më të sinqerta të Allahit, Zotit. Ata vdesin për ujë, për bukë. Ne kemi shtëpia, kemi mirëqenje, kurse ata nuk kanë. Ata kanë vetëm qiellin e hapur, mirë po me i pa fytyrat e tyre janë shumë të buzëqeshura. Subhanallah. Imagjino çfarë sprove të mëdha janë, nuk ka shtëpi, ju ka rënë krejt qyteti, ju ka prish krejt vende, ai ka buzëqeshje në fytyrën e vet. Kurse na e kena ton këtë luks, e i rre fytyra e mrollavën e thu vjet, ja kanë vrarë 700 vjet antar të fisit. Llogaritën e pra. Ose ka pas edhe për këtyne që kanë agjerue, rrëshin me nerva thu vjetin, na i kena shti me zërt me në gjinu këta. O vlau, ti kur të agjerësh për kundra si do të më najti buzëqeshur, sepse agjerimi ka për qëllim edukimin shpirtënor, me konë maj dashtën, maj afërt me njerëz. Ose i sheshën trafik. Tu i ra bërish ka 20 herë. Trafik makinës. Besa edhe këto vrasjet e fundit që kanë ndodhur bashkë muajin e Ramazanit, kjo është më janë gjitë kres me dorë. Muajin e rahmetit me ndodhur këto sena. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar besimin. Shumë njerëz nuk e kanë kuptuar besimin. Besimi është dashni. Besimi është afërsi. Besimi është me ndalu vllavrasjen. Besimi është me ndalu vrasjet. Besimi është selam dhe asgjë tjetër. Vallahi, billahi, tallahi është vetëm selam, është paqe. Pse thomë na selam aleikum? Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. Nëse është diçka kundrejt, që është jashtë kësaj, atë s'ka të bëj kur gjë me Kur'anin. Është veç
Do më thonë përdërim i asaj fjale pra për mbrapsht. E realiteti i kësaj fjale është vetëm paqe dhe asgjë tjetër. Dashuri, 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 paqe, 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 paqe. Asgjë tjetër. Dhe mesazhi i këtij Fitr Bajrami është: ndaloni vrasjet. Vriten njerëzit për gjëra koti. Është bërë jeta e njeriut sikur me kon një kur gjë hiç. Kur dihet se Zoti e ka kriju njeriun dhe ka thonë laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. E kam ngrit thot njeriun në shkallën më të lartë. E kam lartësuar njeriun. E pastaj të argjërushëm me najt me njerëva, ky muhabet shkon hiç. Argjërushëm do të më koni i buzëqeshun, i dashtun, i afrushëm, i mirëkuptueshëm. Sepse argjërimi ka për qëllim me qetësu njeriun. Tash tip, s'kam hangër, thotë, s'kam pi, tash po bona me njerëva, me fëmijë, me familje. Çka ky muhabet? Për kontrazi unë për veti sinqerisht mendoj me ju një realitet. Unë gjatë kohës që kam argjëru, pasha Allahun, jam kon shumë më i qetë. Edhe më kon shumë më i relaksuar. Pse kjo ka ndiku tek shpirti im, ka ndiku argjërimi që unë me kon edhe më i qetë se jam. Pra më ka eduku shpirtnisht. Më ka dhënë vlera shpirtërore. Pastaj shpeshherë kur më kap kaj, si na kap kaj hera jo 5 minutë që i urisë dhe kërkimit të ushqimit të turit, më kujtojshin ata varfër në Afrikë, ose ata që janë pa kulëm, që s'kanë bukën e gojës, thësha e zëtë, thësha. Shif, se të vjen ai mendimi. Po me konë prej me që s'kam ushqim, do të me analizu pak. Pra jemi një popull që duhet po, qashtu. Edhe pra duhet me menue ma thellë. Ne jemi popull që duhet të ashtim ma thellë mendimin. Deep thinking i thonë anglisht, mendimi thellë. Ne nuk jemi popull që analizojmë thellë. Duhet të analizojmë. Jemi popull shumë inteligjent, jemi popull shumë i meqëm, po nuk nalemi pak ma thellë me mendue rreth diçkaje. Pse ky argjëron? Mirë më ky thot, mirë më ky që i ka 2 mastra të kryen me doktoraturë, 30 vjet shkollë, pse ka hyp në këtë farë mbiri këtu të drunit? Ha? Do më thonë ky pe ka çka vlera, apo? Ose ju pse keni ardhur këtu? Se i cili për josh unë disa dhe ju njoh. Jeni se cili me grada shkencore, jeni njerëz shumë përgatitur edhe shumë suksesshëm në jetën e juaj. Edhe respekt për punën e juaj. Po ju keni vlerësuar shtëpinë e Zotit. E ai që vlerëson krijuesin, krijuesi nuk ka për me vlerësuar na. Po ai që falenderon krijuesin, krijuesi e lartëson atë më shumë. Ai që ka vlera dhe vlerëson. Biles e patëm diskutim me këtë vllahun ton, thash na jem çysh e shohim tjerët. Nëse na tjerët i shohim këndën pozitive dhe lartësues, na vetë jena të lartësuar edhe pozitiv në vjetët tona. ولنكبر الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Vëllezërit e mi, kjo festë është festë e dashurisë, është festë që më ia lyp halallin njëri tjetrit. Në qoftë se me dikën keni pas zën, ka mi kërku falje pasi dini pe këtij vendi dhe me ia lyp halallin njëri tjetrit, me shtu dashnin ndaj njëri tjetrit. Pasi dilni nga këto dyrë të xhamisë dhe shtëpive të Zotit, të shkoni musafir në për familjet e juaja, të afroni më shumë lidhjen farefisnore, ta mbani gjallë dashurinë mes njëri tjetrit, sepse kjo është urdhër hyjnor, urdhën pe Allahu xhaleshanuhu. Ta duni njëri tjetrin, sepse derisa jemi duke dashur njëri tjetrin, nuk do të kemi kohë ta urrejmë njëri tjetrin. Dhe
Një ndër emrat e Allahut është El Wadud, i dashtuni. Pra Allahu ka dashni të madhe për ne, andaj ju shtoni dashurinë edhe ndaj njëri tjetrit si krijesa, e ju kof për hajër baramit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wa idha maritu fa huwa yashfin. Dhe kur të semuremi, ai Allahu na shëron. Rukje me Kur'an e Sunet, këshilla jetësore edukative, këshilla nga Kur'ani, lutje, këndim dhe dua familjes, rukje për fëmijë dhe të rritur, mirësi e bereqet, lutje për martesë, rukje për bollek. Gjitha nën mirësinë e Zotit te barek ve taala. Ne i lutemi Allahut, ai na i pranon lutjet. Ud'uni fastajib lakum. Lutmuni mua, thot Allahu i Madhrishëm, dhe unë ju përgjigjem. Të gjitha shërbimet vetëm për Allahun në rukje me Kur'an dhe Sunet. Qëllimi jonë fitimi i kënaqësisë së Zotit. Ne një takim në Viber SMS të Hoxha në +33 45 242 733 me SMS mesazh.